Një debat i fortë ka shpërthyer në rrjetet sociale, ku sulmuesi i Kosovës Vedat Muriqi ka reaguar publikisht ndaj një komenti provokues nga një tifoz kosovar. Gjithçka nisi pasi një përdorues e etiketoi Yllin Dardan si gjysmë turku, duke dhënë në dyshim për katësinë dhe për kushtimin e tij ndaj Kosovës, sidomos në ndeshjen e fundit që përkonte me finalen e fazës play-off për kualifikimin në Kupën e Botës 2026. Por reagimi i Muriqit ishte i menjëhershëm dhe mjaft i ashpër. Në një koment të gjatë, ai theksoi se ndonse ka lidhje me gjuhën dhe kulturën turke, për shkak të prejardhjes së tij nga Prizreni, ai e ndjen veten më shumë se kurrë kosovar dhe krenar për fanellën që ai mban. Vedati e cilësoi deklaratën si të papranueshme, duke shtuar se një lojtar që jep gjithçka për kombëtaren nuk meriton të ofendohet në të tillë mënyrë. Muriqi shkoi edhe më tej, duke akuzuar tifozin për mungesë respekti dhe të ndjenjes kombëtare, ndërsa theksoi se gjithë sakrificat dhe dhimbjet që ka kaluar për futbollin e Kosovës nuk do t'i falë kurrë ndaj atyre që e sulmojnë tashmë padrejtësisht. Reagimi i tij ka nxitur shumë komente dhe debate mes tifozëve, ku shumica kanë dalë në mbështetje të sulmuesit kosovar, duke dënuar gjuhën fyese ndaj një prej lojtarëve më të rëndësishëm të kombëtares së Kosovës. Tifozi e ka quajtur Yllin kosovar si gjysmë turk dhe akuzon atë se ju ka dhënë informata turqëve para lojës me Kosovën, e cila u zhvillua në stadiumin Fadil Vokri. Vedat Muriqi u ka dhënë turqëve informacione dhe krejt taktikat se qysh ka me u zhvillu loja. Shkon ju fole i përqaf krejt lojtarët turq para lojës, bile te kishit lojën, kish fitu pare, edhe në Ulqin e kom pas në hotel me krejt familjen, folshin turqisht, u shpreh tifozi për një televizion në Kosovë. E ndaj këtij postimi dhe ndaj akuzave të tifozit, Vedat Muriqi u shpreh, duke mos i kursyer fjalët, marret koft, me mendu që një lojtar i kombëtares në një lojë vendimtare për shtetin e vet e shet lojën vetëm pse është i lindur në Prizren dhe flet turqisht. Duhet të ketë probleme mentale ose të jetë një njeri pa gjak, pa ndjenja dhe pa respekt për një lojtar që ka dhënë gjithçka për kombëtaren e Kosovës, shkroi ai. Kosova fatkeqësisht u mposhtë mbrëm nga Turqia 0-1 në finalen e play-offit të botrorit. Muriqi nga ana e tij u angazhua maksimalisht, por fatkeqësisht nuk ja doli të shënonte. Ndonse nuk ka shënuar gola në ndeshjet e fundit me Dardanët, Muriqi mbetet njëri prej liderëve të ekipit, ashtu siç edhe është tek Mallorca në ligën e parë spanjolle.